Andaj kërkesa e besimtarit për të martuar nuk duhet të jetë thjesht apo një shfryrje e epshit, sikur se kemi thënë vazhdimisht. Nuk duhet të jetë thjesht apo një mundësi e një femre për ta pas një burrë që është më lirshëm, ndoshta apo se e ngulfatur nga familja, ka raste, apo e pa kuptuar në familje kështu më radh, ose don një faqe të tjetër dhe pa ndonjë qëllim po kërkon me pas një burrë. Pse po e kërkon? Çka po duhet? Pse? Kurrata ayun. Ose të më mundësa të kem një grua që më kënaqet syri kur është duke u fal, që më kënaqet syri kur është të mbuluar, që më kënaqet syri kur është se të përmend ty, që lexon Kur'an, hin në shtëpi dhe e gjej duke lexuar Kur'an. Dal nga shtëpia dhe ndëgjoj se e ka ruajtur nderin e familjen, apo çdo situatë më kënaqet syri dhe më kënaqet veshi me të. Kjo qëllimi pse du me pas një rob, që bashkarisht me dikën që kam të afërt në jetën time të adhuroj ty o Zotja. Prandaj edhe kur bashkëpunojmë bashkë në këtë drejtim, sikur se kemi përmend, Allahu xhallahu ala më tepërmi i kënaqet këtij bashkëpunimi. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i qeshet, para mëna, Allahu i qeshet apo veprimin të një burri i cili ngritet natën me u fal dhe zgjon gruan e tij para ja pak ose më thellë gjum dhe ai merr çdo pikë ujë dhe ja gjum fytyrën dhe duke ngritur nga gjumi apo i thotë ngritu të falemi namaz. Si qesi Allah i qeshet, ose gruaja bën të njëjtën me burrin e saj, për ta ngritur, për ta ndihmuar. Prandaj bashkëpunimin ndër bashkëshortor apo për ta ndërtuar një shtëpi në cilën derët kënaqësia dhe rahmeti Allah xhallahu ala, ky është bashkëpunimi më i dashur që Zoti don. Për këtë arsye edhe e kanë kërkuar me heblena apo me një dhuratë, jo vetëm me jap një grua. Qase mund të jetë dhuratë e dëmshme. Sa vëllezër musliman janë martu dhe pas martesës janë zbën finë ty natë. Apo për shkak se gruaja e tij s'ka qenë bashkëpunuar këtë drejtim. Për shkak se gruaja nuk ja kanë gjetë dorën që burri të jetë i devotshëm, ose edhe kundërta. Ka pas motra muslimane kanë qenë të devotshme, kanë qenë përkushtuar në adhurim të Allahut xhallahu ala. Por kur është martu, s'ka gjetë një burr të përgjithshëm për ta kryer obligimin e tij ndaj saj. Ai nëse si ka pru haram në shtëpi, po s'u kujdes kur për të. As i kanë ndihmu në përcjelljen e ligjëratave, as i kanë ndihmu në përmirësimin e fesë, as në njohjen e fesë. Kjo dhënie është e vërtetë, Allah ta ka dhënë, po dhënia që të ka dëmtuar s'ka bëhet, s'ka boner kjo dhënie. Prandaj këta rob që kanë njohur Allahun xhallahu ala kanë kërkuar këto dhënie, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun është kënaqësia dhe freskia e shpirtit që vije përmes synit apo. Apo, nga se syni është ai i cili përcjell freski në zemër. Nga ajo që sheh, dhe syri mund të jetë ai që përcjell mërzi dhe dëshpërim nga ajo që sheh në zemrën e njeriu.